Ndërsa gjunahet e vogla, për të cilat askush nuk shpëton, atëherë punët e mira i fshin ato. Dhe argumentet janë të shumta në fe. Për tyre është fjala e atij alayhi salatu wassalam në hadithin e Uthmanit radhiyallahu anhu, ai i cili merr abdes dhe e merr abdesin në mënyrën më të mirë, do t'i dalin gjunahet prej trupit të tij derisa dalin pra me fundin e thonjve të tij. Po kështu është hadithi tjetër për Uthmanit radhiyallahu anhu, se ai alayhi salatu wassalam thot, nuk ka ndonjë musliman që kur hyn kohën e namazit farz dhe e merr abdesin në mënyrën më të mirë, e fal namazin në mënyrën më të mirë me frikë respekt dhe duke plotësuar pra shpyllat siç është rukuja, sejdja e tjera, vetëm se kjo punë e mirë pra abdesi dhe namazi janë shpagim për gjunahet e mëparshme. Dhe kështu vazhdon gjatë gjithë jetës. Pra veprat e mira fshin ato gjunahet e vogla që i bën besimtari apo besimtarja. Po kështu profeti sallallahu alaihi wasallam thot, xumaja deri xuman tjetër, 5 kohë të namazit, xumaja deri xuman tjetër, dhe Ramazani deri Ramazanin tjetër janë fshirëse të gjunaheve mes tyre, nëse i shmanget gjunaheve të mëdha. Nëse i shmanget gjunaheve të mëdha. يظل يجيء إلى